di që të ketë sot para drejtësisë. Demokratja Malinda Bregu ka argumentuar në studion Ora News arsyeem se opozita nuk firmon si deklaratën e përbashkët në përfundim të takimit të 8 ndër parlamentarë mes Shqipërisë dhe BE-s. Në rast nuk do të ketë progres në zbatimin e 5 prioriteteve dhe në monitorimin që Bashkimi Evropian i ka bërë së fundmi realizimit të këtyre 5 prioriteteve, premtimeve për ndryshime sipas një plani veprimit përgatitur nga qeveria, ju siguroj se nuk ka asnjë nga prioritetet i cili të jetë përmbushur për të bindur që ka progres. Por ajo që ishte më e papranueshme për demokratët është mos cilësimi i emrit të kryeparlamentarit Ilir Meta në rekomandimin për hetimin e çështjes të denoncuar nga deputeti Tom Doshi. Formulimi ishte që janë të shqetësuar dhe kërkojnë një investigim të plotë, të pjesëshëm dhe të pavarur për çështjet e krimit në parlament dhe për akuzat e ndërsjellura në parlament për anëtarët e parlamentit. Në fakt kjo nuk mund të jetë. Unë jam anëtare e parlamentit, por unë nuk pranoj që të jem në një grup dhe në një thes në analizën e krimit, qoftë edhe me akuzat që janë bërë kryetarit të kuvendit, apo edhe me ndonjë tjetër që është sot deputet në parlamentin shqiptar. Po pse u shqetëson se opozita ka kërkuar dekriminalizimin e parlamentit gjithashtu? Nuk janë ndjerë të ofenduar deputetët e asnjëres palë. Besoj që për sa kohë nuk ka identifikim dhe çështja është në përgjithësi, atëherë formulimi mund të ishte në një nivel të përgjithshëm. Për sa kohë ka një akuzë direkte nga një deputet ndaj kryetarit të parlamentit, nuk mundet që të fshihet artikulimi mbas gjithë anëtarëve të parlamentit. Një ndër shqetësimet e opozitës evidentuar në raportit e Komisionit Evropian është largimi 1 në 4 punonjësve të administratës, po ky nuk është i vetmi shqetësim i opozitës. Zonja Bregu tha se për reformën në drejtësi mungon një strategji dhe një plan konkret. Pavarësisht se ka patur një thirrje nga OSBE-ja, nga delegacioni evropian i Bashkimit Evropian në Tiranë, nga Komisioni Evropian, për të përgatitur një strategji tërësore gjithëpërfshirëse për reformën në drejtësi, të kostuar me vizion, sikurse për gjitha strategjitë që ende nuk janë prezente, ku të gjitha palët të jemi bashk, por për diskutuar me një dokument. Ne ende sot nuk kemi një strategji mbi të cilën diskutojmë. Në pritje të emrit zyrtar që do të garoj për Tiranën më 21 qershor, Malinda Bregu hedh poshtë të gjithë zërat që e shohin si kandidatur, duke thënë se ka angazhime të tjera mbi suve. Emri juaj është diskutuar shumë në media ditët e fundit se mund të jeni kandidate për Bashkinë e Tiranës. Ka të vërtet në këtë? Unë nuk di asgjë përveç atyre që kam lexuar bashkë me ju në media dhe kam tashmë 10 vjet në politikë sa të arrita menaxhoj shumë mirë dhe të dalloj emocionin, lajmin fals nga e vërteta, kështu që jam krejtësisht e ftohtë. Po për te lajmit që mbase nuk është i vërtetë ose nuk ka ndodhur ende, ju vetë do t'ju pëlqente një angazhim i tillë? Unë kam tashmë detyra të cilat nuk më duket se janë pak dhe janë plot dhe për më tepër vazhdoj të besoj dhe për hir të faktit që ky është viti im i 10 tashmë në politikë, se vendimarrja nuk është çështje ambicie personale.